ma thuaj ti dhe panit, pastaj ishin të frikshme. Ka qenë një lokal, jo, shpëtoj, ka qenë lokal edhe ai, pra disa metra nga këto banesa më lart, ka qenë lokali në drejtim të vendit shenjë Sari Salltik, ku bësh një vend pellegrinazhi në malin e Krujës, së i 5 Bektashiane, domethënë. Pra për këtë territor po flasim, por qytetarët janë përballur me të vërtetë se kishim rrezik potencial për jetën e tyre, për banesat dhe për bizneset. Kur evakuon qytetarët, pastaj ngelën te bizneset dhe te banesat. Sigurisht që është bërë dëm i konsiderueshëm i kurorës me Pisha, që është një pasuri kombëtare, jo vetëm e Krujës, por herë vërtetës është një peizazh perl që ka pas Kruja në gjithë botën, ai peizazh dhe po ta shihje Krujën brëm nga Kushkruja dukej një qytet totalisht i ndriçuar, por nuk ishin poça, ishin në plagët e zjarrit. Sot jam shumë kurioz për të parë se çfarë ka ndodhur. Unë kam bërë një video në orën 6 mëngjesit kur fillon dhe u riaktivizuan Denisa, duhet kemi parasysh diçka. Domethënë i gjithë problemi mbrëm ka qenë ikja e helikopterëve për shkak të errësirës, ata nuk do funksionojnë dot në errësirë sepse nuk orientohen. Në këto momente kanë marrë totalisht në dorë forcat zjarrpikse, të cilët e kanë të pamundur ndërhyrjen vetëm nga toka, sepse nga ajri nuk ishin ndërhyrje. Këto kanë qenë orë 18. Pra tek këtu besoj unë edhe unë neglizhu pak puna nga ana të cilët nga ana e strukturave drejtuese flas gjithmonë respekt për zjarrpikësit, për ushtarët, për policët, të cilët kanë dhënë jetën e tyre aty, për vullnetarët, ka pas vullnetar. Krujtanët janë qytetarë shumë solidarë me njëri tjetrin, por një thirrje kam unë nga kjo lidhje që kam me ty. Duhet punojmë sot shumë fort për të shuar flakët e zjarrit që janë akoma aktive. Sepse në orët e mbrëmjes nuk i dihet asnjëherë. Për shkak se ato vatra zjarrit të cilat janë nënvlerësuar natën e mbrëmshme, ne kemi pas shumë problematika, pra që u nënvlerësuam gjatë ditës, kemi pas shumë aktive gjatë natës dhe gjatë natës, duke pryer erat, dhe ti nuk e kontrollon drejtimin, ata mund të marrin në lagje të caktuara të Krujës. Pra, ditën e dieshme nuk kemi pas rrezik potencial për banesat e Krujës. Natën e mbrëmshme kemi pas rrezik shumë të fuqishëm, sepse ne kemi qenë aty kur banorët, zjarrpikësit, edhe unë kemi luftuar për territor në ato momente. Pra një herë fitonte zjarri, një herë fitonte zjarrpiksja. Deri në këtë garë kemi shku, pra rrot në raport me zjarrin. Kështu që thirrja ime e sotme është që të punojmë deri në orën 7 darkës për të shuar vatrat e zjarrit. Është për të përshëndetur që në orën 6 mëngjesit unë kam qenë Kruj, kanë ardhur 2 helikopterë, të cilët mbusheshin me ujë në liçenin e Barunit dhe në rezervuaret afër Krujës, por shumë e rëndësishme të mos mbetemi tek 2 helikopterë. Është shumë e rëndësishme që të shtojmë radhë dhe të vinë dhe helikopterë tjerë, se keni parasysh diçka, një helikopter vjen, hedh ujin, por duhet shkojë prapë mbrapsht për të mbushur. Pra, lejon vakum. Imagjinoni sikur ne kemi helikopter njëri pas tjetrit, duke e godit vatrën e zjarrit pikërisht në mënyrë të pandërprerë. Pra, duhet punojmë shumë gjatë këtyre orëve, sepse janë vatra akoma në Krujë, nuk është shu zjarri. Jemi realist. Aulon, falenderoj shumë. Faleminderit që na solle eksperiencën tënde dhe përpjekjet për dhënë një ndihmë sadopak modeste e një personi fizik me asnjë mjet në dorë, por që ka dhënë kontributin e tij në këto orë të vështira. Falenderoj shumë. Faleminderit.